Hello everyone, atëherë mbasi mblodhëm pak gjërat në përshpi, dua t'ju bëj dy unboxing që kam këtu. E para është nga Princess Accessories, që unë kam marrë një kapele shumë cute për të bërë ca blerjet mia për verë. Më pëlqeu shumë, është pak e madhe, por nëse vë kështu është okay. Po prapë më pëlqen dhe do mund ta mbaj. Kjo është e para. Dhe gjëja që ka marrë më shumë janë syze. Dhe më veçanta këtyre syzeve është që ishin me UV protection. Siç po u thoya, janë me UV protection. Unë nuk dija këtë zgjidhja. Dhe i mora të treja. Pra një palë kafe, një palë më të errta, këto pas kam pak të mëdhaja, pak si shumë të mëdhaja, që janë modele të ndryshme. Oke, këto të dyja i pas kam të mëdhaja. Princess Accessories, do të shkruaj. Do i ndroj me diçka tjetër, se pashi kishte super gjëra të bukura, si këto për shembull. Që me zi pres, ju tregoj outfitin që do kem në unë dhe që do vendos këto. Dhe vazhdojmë pak me dytë, që është nga Elisa Style Store. Yay! Ok. Kemi rroba. Një super jumpsuit. Po më thret aura. Është ky jumpsuiti që po ju tregoja. Erdha mama! Dhe shpejt, okej, nice. Janë këto bluzet cute. Hi! Në u zgjua. Mami ishte duke bërë një unboxing. Si vetë sa ka marrë mami aura? Kjo është bluze. Është kështu mama. Si fa? Se bukur? Është 1, 2 dhe 3. 3 bluzhe cute. Duhet kishim dhe një outfit tjetër, por nuk qenka. Na mungo ka një outfit, Elisa. Veshjet që sa po bëm unboxing, do t'ja u tregoj se si rrin. Por tani kemi pak publicitet. Mua! 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 Куда ikës? Куда ikës ti? Auq.